Vllaznia e basketit për meshkuj i bën një mbyllje shumë të mirë vitit 2025 teksa sa po fitoi ndaj ekipit të Kamzës një ndeshje e rëndësishme dhe një fitore e rëndësishme që i forcon pozitat e ekipit Kuçëblu në renditje. Me teknikun e vllaznisë Eni Llazani. Profesor, rivalitet pjesën e parë, por e dyta fortësisht për vllaznin. Në radhë parë du të përgëzoj ekipin e Kamzës dhe trajnerin Prodani për lojën e bukur që bëjnë dhe mund të jetë një ndër ekipet më të vështira në kampionat për sa i përket përgatitjes paraprake që duhet me bë për me luajtur kundra tyne. Gjithmonë vllaznia ka pas Kamzën që i ka hap problemet më dhaja, sikur kam kanë unë trajner, po edhe kur nuk kam kanë trajner, i ka hap gjithmonë shumë probleme, kështu që jam shumë i gëzuar për lojën e ekipit tem sonte. I falenderoj gjithë djemt për si ta them, lanë shpirtin fushë të gjithë. Lanë shpirtin fushë dhe nuk u dorëzuan nga sekundi i parë deri në sekondin e fundit, pavarësisht incidenteve të ndryshme që mund të kishim fushë. Jam shumë krenar për lojën e tyre sot. Me çfarë pam, mbrojtja dhe lufta në tabel këtë ndeshje ishte arma më pozitive, arma kryesore e vllaznisë. Mendoj që sot arma jonë më e fortë ka qenë loja në grup. Loja në grup, karakteri dhe dëshira e madhe që treguan djemt tonë për me fitu. Kjo mendoj që ka qenë arma jonë më e fortë. Çfarë përmirësuat në pjesën e dytë që morë dominimin nga baraspesh total në pjesën e parë, shkuat në plus 10 dhe madje plus 12 në dy tërë momente? Gjatë gjithë lojës du të theksoj që kena pas probleme me gjytjet e lira, përsëri, dhe nuk po arrim me dal nga ky ngërç, po humbim shumë gjytjet lira. Dhe kjo ka qenë ngërç i çik më shumë i theksum në pjesën e parë. Por ul me shumë humbjet e topit, kena dalë në kontrasulm, rrit me agresivitetin edhe si rrjedhoi edhe e daljes nga loja të organizatorit të Washington, rrit me agresivitetin edhe arrit me dalë në kontrasulmi, edhe kjo na favorizoi disa momente të lojës. Që tha më herët, kjo është ndeshja e fundit për këtë vit 2025, kur rikthehet vllaznia në parket me ndeshjet zyrtare. Kena edhe një ndeshje për me mbyll fazën e parë, e cila do zhvillohet me datë 10 janar, kundra Teutës, po prap këtu në Shkodër. Ajo është ndeshja e fundit e fazës, ajo paka shumë e vullos edhe renditjen tonë në klasifikim. Ku objektivi vazhdon të jetë faza finale, play-offi, pjesëmarrja e vllaznisë? Objektivi jon është patjetër play-offi. Duhet të them që duhet i marrim ndeshjet një nga një. Ta përdorim këtë rritëm pozitiv që kishim sot edhe ta marrim me vete në ndeshjet e ardhshme. Profesor Llazani, faleminderit, urime për fitoren dhe gëzuar festat e fundvitit. Faleminderit.